Aleanca Kombëtare për Integrim mbrëm bëri hapjen e shtabit zgjedhor në Strug, ku morën pjesë edhe liderët e këtij koalicioni Ali Ahmeti dhe Ziadin Sela. Bartësi i listës së AKI-s për Strugën, Faton Pollozhani, në fjalën e tij përpara të pranishmive, tha se Struga meriton më mirë. Motivi i parë është Struga. Struga jonë e dashur, e cila meriton të jetë avangardë të zhvillimit ekonomik, kulturor, arsimor, infrastrukturor e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye jemi qasur në mënyrën më të mirë si koalicion me ekipin më të mirë të shëntarëve për ta bërë me Strugë më të mirë dhe me kandidatin ton Dr. Arsim Dalibi të angazhohemi maksimalisht. Kandidati për kryetar të komunës së Strugës, Arsim Dalipi, u betua përpara të pranishmive se do të jetë kryetari të gjithëve dhe se do të punojë me ndershmëri dhe përkushtim. Dhe po, shoku im jeton, do të betohem sonte para jush, jo vetëm si kandidat, por fillimisht si biri i këtij vendi, i rritur në këtë vend dhe i formuar këtu, do t'ju betohem se do të punoj me ndershmëri, me përkushtim dhe me zemër për secilin qytetar pa dallim. Fjalë përpara simpatizantëve të AKI-s mbajtën edhe liderët e këtij koalicioni Ziadin Sela dhe Ali Ahmeti, të cilët përcollën mesazhet e tyre. Në të zgjedhje natyrisht që për mua është një kënaqësi e madhe që bashkë me liderët e koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim të jemi këtu përballë jush me misionin e bashkimit të shqiptarëve. Me misionin e bashkimit të shqiptarëve në këto momente të rëndësishme për të ardhmen edhe politike, por edhe kombëtare të shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Është bërë vështirë zoti Ahmeti në këtë fushat edhe gjejmë ndonjë anekdotë për t'i dhënë porosin Mickovskit, sepse pa përfunduar misionin nisin bëjnë punë për shka u përmanë. E dëgjuan tek lehen. Cristian Mickovski la appena si fluturò ai frigo. Nuk do një që merët në Aleancë Kombëtare, nuk i bon një përshëndetin e ti që merët me numër. Kristiani e mëndon shumë bashkimi shqiptarë. Dhe Kristiani e zëroni e tim se janë bashku shqiptarë, sepse ato pare janë bashku për t'i paros shqiptarë. Kjo është e vërtetë dhe për vërtet në Strovnici kanë shkuar Zdoran Zajevi. Dhe shqiptarët janë thonë të gjitha dhe të shqiptarë komunistën e mërshën të asaj kohë Universitas Kosovës. Mos luani në zjarë, se do t'i.